Gjykata kushtetuese ka gjetur shkelje procedurale sa i takon kontrolleve që hetuesit kanë kryer tek banesa Andi Apustinës në kuadër të hetimit të dosjes Partizani. Sipas vendimit të një dite më parë, kushtetuesja e ka pranuar pjesërisht padinë e Studio Postinës, që kishte si objekt shfuqizimin e vendimeve të gjykatës së posaçme të shkallës së parë, apelit të posaçëm dhe kolegjit të penal të gjykatës së lartë. Me pranimin e pjesëshëm të kërkesës, gjykata kushtetuese ka konstatuar cënimin e të drejtës së kërkueses për paprekshmërinë e banesës, ndërkohë pritet një zbardhje plot e vendimit me qëllim arsyetimin e plot të vendimit të anëtarëve të kushtetueses. Përveç banesës, pak më herët ka kryer kontrolle edhe tek zyra e Studio Postinës, ku janë sekuestruar dokumenta dhe kompjutera. Pikërisht nga zbërthimi i këtyre mjeteve elektronikës pa ka përfituar të dhënat e vlefshme me kontrata dhe përpilime financiare mes kompanisë ndërtuese dhe personave që pretendonin si ishin pronarë të tokës. Për këtë dosje i panderur është marrë dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe ndërti Jamar Maltezi, Fatmir Bektashi, Andi Apustina dhe Xhimi Begeja. Dosja ka kaluar për gjykim mes konstatimeve në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa seanca e parë u shtyp për shkak se nuk kishin njoftuar palët sipas formës së kërkuar me ligj.